Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 11. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka kujtuar sot Xhemail Mustafën në përvjetorin e vrasjes së tij. Plagët e së kaluarës nuk mbyllen pa drejtësi, ka thënë presidenti Osmani, derisa ka shkruar se zbardhja e kësaj vrasjeje politike nuk është vetëm kërkesë morale, por detyrim i Republikës. Osmani ka shkruar se në këtë përvjetor kujtojmë me nderim një nga zërat më të artikuluar të lirisë, intelektualin që me penë, guxim e vizion mbrojti idealin e Kosovës së pavarur. Ai ishte bashkëpunëtor i palëkundur i presidentit historik Ibrahim Rugova dhe një prej arkitektëve të mendimit politik që na çoi drejt shtetit që kemi sot, ka thënë Osmani. Partitë politike kanë kohë një javë për formimin e koalicioneve. Afati i fundit për të bërë këtë njoftim është data 30 nëntor, ka bërë të ditur zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi. Ai tha për TK Live se sipas ligjit për zgjedhje të përgjithshme, partitë politike të cilat janë të regjistruara në KQZ dhe të cilat duan të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme përmes koalicioneve, duhet të njoftojnë KQZ-n, respektivisht zyrën për regjistrim, certifikim dhe kontrollim financiar të subjekteve politike se duan të marrin pjesë në këto zgjedhje në këtë mënyrë. E kryetari i Prishtinës Përparim Rama do të mbajë sot konferencë për medje, sipas njoftimit për medjet të komunës së Prishtinës. Konferenca ka të bëjë me situatën financiare të krijuar si pasojë e bllokadës nga Ministria e Financave. Nga nesër në radio-televizionin e Kosovës do të nisë greva e përgjithshme për shkak të pagave. Sindikata e punëtorëve të RTK-s ka njoftuar se greva do zhvillohet çdo ditë nga ora 11 deri në orën 13 me pezullimin e të gjitha punëve në çdo sektor. Greva, sipas sindikatës, vjen pas një periudhe të gjatë kërkesash të injoruara dhe rrezikut për vazhdimsinë e RTK-s për shkak të pagave të bllokuara. Edhe shoqata sindikale e Radio Kosovës ka njoftuar se të gjithë punëtorët, duke filluar nga nesër, do të organizohet grevë njëorëshe para ndërtesës së Radio Kosovës. Shoqata sindikale e Radio Kosovës kërkon sërish nga organet përgjegjëse që të marrin masa urgjente për zgjidhjen e kësaj çështjeje në mënyrë që punëtorëve t'u garantohen të drejtat e tyre ligjore dhe institucioni të vazhdojë punën pa pengesa. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Në parkun e qytetit në Gjakov do të mbahet protesta për të kërkuar drejtësi për Daor Saspahin, 25 vjeçaren që vdiq tragjikisht në Tetov më 6 nëntor. Protesta do të nisë në orën 12, derisa organizatorët kërkojnë veprim të vendosur nga institucionet e Kosovës dhe drejtësi për viktimën. Daorsa u la e pambrojtur nga institucionet e Maqedonisë së Veriut. Shteti i Kosovës duhet të angazhohet dhe të veprojë me vendosmëri, thuhet në njoftimin e organizatorëve të protestës. 2 të mitur kanë pësuar lëndime mbrëm pasi janë përleshur fizikisht me njëri tjetrin i cili dyshohet se i ka goditur me thik. Policia njoftoi se të 2 të lënduarit janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK, ndërsa i dyshuari është arrestuar. Në raportin 24 orësh, policia gjithashtu njoftoi edhe për incidente dhe aksidente. 31 aksidente me të lënduar dhe 44 të tjera me dëme materiale janë shënuar në Kosovë në 24 orët e fundit. Instituti Hidrometeorologjik ka aktivizuar nivelin e alarmit të verdh për rreshqe të dendura dhe rrezik potencial për vështrime. Sipas parashikimit, situata pritet të prek kryesisht lumin Morava e Binqës dhe zonat përreth tij. Ndërkohë komuna e Prizrenit përballet me sanim të dëmeve nga rreshtet e shiut, të cilat kërkojnë ndihmën e institucioneve qendrore. Rreshtet e ditëve të fundit kanë shkaktuar probleme të shumta në komunën e Prizrenit. Përpasoj rruga Areqan Lubinje u bllokua për orë të tëra. Gurët dhe dheu rrëshqitën nga anësorët e rrugës, duke bërë që ky segment rrugor të dalë jashtë qarkullimit. Operatori ekonomik u angazhua edhe gjatë orëve të mbrëmjes për ta bërë të qarkullueshme. Aty është rrezik shumë i madh. Është jo pak më shumë është i madh se mund edhe pjesa tjetër më na rreshit. Përkohësisht kemi bërë diçka, po është rrezik prapë. Shumë është rrezik i madh. Sipas drejtoreshës për emergjenca dhe siguri, dëmet në këtë segment rrugor janë të mëdha, ndërsa komuna nuk ka mundësi ta sanojë këtë problem.
prej orës 22 deri në këto momente kompania është aktivizuar që ta pastrojë rrugën, ta liroj rrugën për qarkullim. Fatkeqësisht aty paraqitet një gjendje shumë e rëndë pasi që banorët e asaj zone kanë krijuar një deponi të mbeturinave dhe nga Lubinja e epërme ka shpërthy deponia ka bllokuar rrugën e Lubinjes poshtme. Kështu që me kapacitetet të cilat i ka komuna e Prizrenit është e papërballueshme me ndaluar rrëshqitje dhe dhejot. Dëme të konsiderueshme pati edhe në fshatrat e Përdrinis. Selim Morina thot se ju dëmtuan 2 hektar me grur, por edhe ura që lidh me dvecin me disa fshatra dhe tokën e tyre bujqësore u dëmtua rënd. Pëdhimet muni, sakrifis, gjitha ato shpenzime të bo. Edhe ka dëmtua, fër 2 hektar grur mi ka dëmtua. Po friga është qaftë, ashtë friga nuk e ditë, ashtë ekspertët e ditë ma mirë, se për mu qa o qa, për shifët edhe vetë, e keni pa videon, do më përshini de fakte rasi, shijet. Gjatë këtyre ditëve me reshe të dendura shiu, dëmet mëdha pati në disa rrugë e ura. Ura e Zojsit nga e Mërkura më 19 nëntor është jashtë funksioni. Një urë e re është mëse e domosdoshme në këtë zonë, pasi disa fshatra të komunës së Prizrenit ngelen pa qasje me autostradën dhe komunën e Mamushës. Zyrtarët amerikan, ukrainas dhe evropian zhvillojnë bisedime në Gjenev mbi planin e Trumpit për t'i dhënë fund luftës. Zyrtar të lartë nga Shtetet e Bashkuara, Ukraina dhe këshilltar të sigurisë kombëtare nga Franca, Britania dhe Gjermania do të zhvillojnë bisedime në Gjenev të dielën për të diskutuar draftin e planit të Washingtonit për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. I dërguari i posaçëm i SBA-s, Steve Witkoff, dhe sekretari i shtetit Marco Rubio pritet të arrijnë të dielën për bisedimet mbi përfundimin e pushtimit rus, i cili tani është në vitin e 4. Të premtën presidenti Trump tha se Zelenski kishte afat deri të ejtën për të miratuar planin me 28 pika, i cili i bën thirrje Ukrainës të heqë dorë nga territori, të pranojë kufizimet në ushtrinë e saj dhe të heqë gjithashtu dorë nga ambicjet për t'u bashkuar me NATO-n. Përpara nisjes së Rubios për në Gjenev, Trump tha se propozimi i tij aktual për t'i dhënë fund luftës nuk është oferta e tij përfundimtare. Sekretari i ushtrisë amerikane Daniel Driscoll arriti në Gjenev përpara bisedimeve njoftojnë burime zyrtare amerikane. Delegacioni i Ukrainës udhëhiqet nga kreu i zyrës së Zelenskit, Andriy Yermak, dhe përfshin zyrtar të tjerë të lartë të sigurisë. Këshilltarët e sigurisë kombëtare nga Aleanca E3 e Francës, Britanisë dhe Gjermanisë do të bashkohen në diskutime së bashku me Bashkimin Evropian. Italia gjithashtu do të dërgojë një zyrtar, thon burime diplomatike, ndërsa kryeministri i Kanadës do të bisedojë në telefon me presidentin Zelenski. Udhëheqësit evropian thanë të shtunën se plani i paqes, i cili mbështet kërkesat kryesore ruse, ishte një bazë për bisedime për t'i dhënë fund luftës, por se kishte nevojë për punë shtesë pasi ata kërkojnë një marrëveshje më të mirë për Kievin përpara afatit të së ejtës. Keni ndjekur kështu lajmet orës 11 në RTK. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.